Apo planifikon Meghan Markle udhëtimin e saj të parë në Mbretërinë e Bashkuar pas pothuajse 4 vitesh? Meghan Markle nuk e ka vizituar Anglinë prej gati 4 vitesh, por dukesha e sukses mund të jetë duke planifikuar të kthehet në dheun e bashkëshortit të saj, princit Harry këtë verë. Harry do të udhtoj për në Birmingham në 10 korrik për të nisur numërimin mbrapsht për lojrat Invictus 2027 në Birmingham. Gjatë vitit fundit, suksesët e kanë bërë zakon të nisin festat së bashku një vit para çdo edicioni të këtij konkursi sportiv për veteranët e luftës dhe ushtarët plagosur të krijuar nga princi Harry në vitin 2014. Por kthimi i Meghan Markle në Angli, i cili do të vinte gati 4 vjet pas funeralit të mbretëreshës Elizabeth II, varet nga përfundimi i betejës së gjatë të Harryt për sigurinë e tij. Kur Harry dhe gruaja e tij dhan ndorheqjen nga pozicioni i tyre si antar të familjes mbretërore, ata humbën edhe mbrojtjen e tyre policore të financuar publikisht. Harry e ka kundërshtuar vendimin në gjykatë dhe ka punësuar sigurinë e tij private për udhëtimet e tij në shtëpi. Pas fillimit humbi çështjen kundër qeverisë, duke ai sukses, i shkroi mbretërisë së brendshme duke kërkuar që të kryhet një vlerësim i plotë i rrezikut. Komiteti ekzekutiv për mbrojtjen e mbretërisë dhe figurave publike, Ravec, vendimar si përfundimtar, pritet të nxjerrë vendimin e tij së shpejti. Shpresojmë që të mbizotrojë arsye shëndosh. Nëse ju pëlqen apo jo Harry, ai është djali i mbretit, vllai i trashëgimtarit dhe një ditë do të jetë vllai i mbretit, tha një mik i princit për Sunday Times. Këto janë gjëra që ai nuk mund t'i ndryshojë dhe rreziku nuk ndalet lehtë. Për momentin, princi Harry ka refuzuar të sjellë gruan dhe 2 fëmijët e tyre në Mbretërinë e Bashkuar derisa të ndryshohet marrëveshja e sigurisë. Mbretëria e Bashkuar është qendrore për trashëgiminë e fëmijëve të mi dhe një vend ku dua që ata të ndihen si në shtëpi, po aq sa vendi ku jetojnë aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk mund të ndodhë nëse nuk është e mundur t'i mbajmë të sigurt kur janë në tokën e Mbretërisë së Bashkuar, i thaj një gjykate në dhjetor 2023. Nuk mund ta vë gruan time në rrezik në këtë mënyrë dhe duke patur parasysh përvojat e mia në jetë, nguroj ta vë në rrezik pa nevojë. Betejë e sigurisë nuk është e vetmja çështje që po shqyrtohet nga sistemi gjyqësor britanik për çështjen e Harryt. Në 19 janar, çështja e Harryt kundër një gazete tabloidi britanik do të shkojë në gjykatë, duke ai është bashkuar një grushti personazhesh të famshëm të tjerë, përfshirë Elton John, për të akuzuar botuesit e Daily Mail, Associated Newspapers nga praktika të paligjshme, duke përfshirë përgjimin e telefonave. Botuesi ka mohuar pretendimet për aktivitetet paligjshme. Harry pritet marrë pjesë në seancat gjyqësore, por ky udhëtim nuk do të përfshijë një takim me babain e tij, mbretin Charles III, pasi sovrani do të jetë në Skoci në atë kohë. Pas 19 muajsh larg njëri tjetrit dhe disa javësh spekulimesh nga tabloidët, babai dhe djali u takuan për herë të fundit personalisht për çaj në shtatorin e kaluar.